Ti je një nga ata persona që le të themi e ke prekur bikur. A mund ta di si është dita e parë pasi del, se s'kemi pas ndonjë nga këta që që janë larguar. Unë mendoj që dita parë pasi del duhet të jesh një person me karakter shumë fort dhe një psikologji shumë të fortë që ta jetosh mirë. Kupton? Unë kam pas fatin që me peripecirat e mia në jetë kam kalitet e karakterin tim, psikologjinë time që çfarë lloj gjohet ndodhi jeta vazhdon. Po. A kupton atë? Tashi për hir të vërtetës bën përshtypje patjetër sepse unë kisha hyrë në atë lojë dhe isha përgatitur që isha gati kur do me lon vet, sepse normalisht unë s'kam pas kur tendenca që të qëndroj gjatë. Tash ne them publikisht vetëm arsye pse unë kam hyrë në atë format është fama dhe audienca e madhe që të jep ai format. Nuk e ka asnjë lloj formati tjetër. Dhe unë në fushën e filmave patjetër se sukses pavarësisht se filmi pati një impakt jashtëzakonshëm, sukses të padiskutueshëm në kinema dhe jo vetëm, prap më duhej një farë katapulte për këtë fushë. Kupton, dhe këtë katapultë nuk e arrije dot ndryshe vetëm se duke qenë një protagonist në një format të tillë si Big Brother. Ato që ka është mendoj që mban vendin numër 1 në renditje për audiencën, për famën dhe për çdo lloj. Pra është ai katapulta që çdo njeriu i duhet për të arritur qëllimin e tij. Po. Dhe unë kjo ishte gjitha që të marr vëmendjen e portaleve. Po. Dhe të njihem apo të afirmohem si një imazh që të di ajo pjesë e vogël e publikut që se din se çfarë bën, ta di se çfarë bën. Rezultoi suksesshme ky lapsi dhe letra? Faleminderit Zotit, rezultoi shumë e suksesshme dhe pavarësisht asaj shokut që dola atë natë nga Bigu, në momentin që unë kam pa komente jashtëzakonisht pozitive që në një format të tillë janë të rralla, sepse normalisht në format të tillë ke njerëz që duan, ke njerëz që nuk duan. Si në jetë. Kur shifja komentat që ishin të gjithë të rritur për të parë diçka timen, thash Zot faleminderit sepse misioni im u përmbush me sukses. Bukur. Kupton sepse kjo ishte motoja ime, sepse do luaj, po deri aty sa unë ruaj imazhin tim, ruaj simpatinë time për publikun. Dhe normalisht ruaj backgroundin tim, se normal aty një moment është dhe gabove të mori loja për lëvizje gabuar tullumace më plas. Zëpër Foka, je pishman për ndonjë gjë? Asaj eksperiencë në Big Brother? Pra ishte azjati? Jam pishman vetëm për një gjë sepse duhet kisha hyrë një moment tjetër jetës time, jo atë. Do bëje si Sabiani të hyje prap? Shiko, nuk them që nuk hyja, nuk e di, asnjë nuk e di, patjetër, por nëse do hyj, gjëja e parë që do hyj në momentin që unë nuk do jem më pjesë e policisë së shtetit. Okej, pse kjo mendon? Kjo ka qenë kompleksi im kryesor në atë. Po pse? Se çikon tani, unë zgjodha ty me gomari dhe jo pa arsye, kupton? Tani unë kisha mundësi të hyja edhe me patrull policie, kisha mundësi të hyja edhe me motor, duke qenë se jam fans i çmendur dhe normalisht motorist i vjetër. Por zgjodha ty me gomar për të vetëm arsye sepse ishte pjesë e fabulës filmit që karakterizonte personazhin Fati, por edhe për të treguar në atë lojë që un kam ardhur për të luajtur pa asnjë lloj, le të themi, limiti.